Vëllezër të shtrenjtë. Një ditë prej ditësh e kanë pyetur Imam Shafiun rahimahullah dhe i kanë thënë: "O Imam, na trego për atë çka është obligim dhe për atë çka është obligim më i madh. Për atë çka është e çuditshme dhe për atë çka është edhe më e çuditshme. Për atë që është e rëndë dhe për atë çka është edhe më e rëndë. Dhe na trego për diçka që është afër dhe për diçka që është edhe më afër." Ju përgjigj Imam Shafiu rahimahullah me këto fjalë të bukura duke i thënë: "Obligim thot për besimtarin është që të pendohet, por obligim më i madh për atë është që të largohet nga gjinahet. Jeta me shpërqendrimet e saj është e çuditshme, mirë për shpërqendrimi i njeriu ndaj saj është edhe më e çuditshme. Durimi si durim është i rëndë, mirë po humbja e shpërblimit të durimit është edhe më e rëndë. Dhe gjithçka që shpresojmë në këtë jetë është afër, kurse vdekja është edhe më afër." Pra këto ishin fjalët e Imam Shafiut rahimahullah, kolosit të madh të umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.